Krishtlindja është kremtuar me solemnitet dhe përkushtim në Kishën Katolike të Korçës Ngjitja e Marisë në qiell, ku besimtarët katolik, edhe pse të paktën në numër, janë mbledhur për të marrë pjesë në meshën e shenjtë të lindjes së Krishtit. Ceremonia fetare u udhëhoq nga prifti Don Ignacio Bonsignore, i cili përçoi mesazhin e paqes, dashurisë dhe shpresës që kjo festë mbart për çdo familje dhe për gjithë shoqërinë. Duke kremtuar, duke festuar, duke kujtuar lindjen e Jezusit, do me thënë lindja e Zotit në botën, ne pranojmë Zoti që si një fosnje, do me thënë si një shenjë i vogël, vjen në botën për të ndryshuar botën nga brenda. Atëherë çdo njeri që e pranon me besim këtë drita që ndriçon në errësirë, ka një mundësi për të duke besuar, për të ndihmuar, për të ndërtuar me Zotin një pjesë i paqes. Kjo është mesazhi më i rëndësishëm. Gjatë meshës, Don Ignacio Bonsignore u ndal te domethënia shpirtërore e Krishtlindjes, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, mëshirës dhe afrimit me njëri tjetrin, veçanërisht në kohë sfiduese. Ai ftoi besimtarët që drita e lindjes së Krishtit të jetë udhërrëfyes në jetën e përditshme dhe në ndërtimin e një komuniteti më të drejtë dhe më njerëzor.